Aja stat, nuk arsëtohet dhe nuk du në asnjë moment, në asnjëherë me dhon vetes drejt dhe me kqyr me arsëtu. Jo me arsëtu, po as me menu me arsëtu. Sepse situatë e cila nuk duhet më na ndodh neve, se të paktën jem pedagog, jem trener, jem ndoshta që kqyru me dhon edhe jo që kqyrun, po duhet me dhon shembuj të mirë, jo se shembuj, por që ka qenë një moment i cili secili prej neve del prej vetes, është moment i mirë, jo i mirë jam i cili kum dal prej vetes, ka qenë në situatë kur ne kemi menduar se jemi dëmtuar shumë rënd nga ai gjyqtar. Por pavarësisht asajna jemi njerëz, edhe gjyqtarët janë njerëz. Duhet një herë për gjithmonë të kuptojmë sepse mund më ndodhë edhe gabimet, ndoshta edhe qëllimshme apo pa qëllimshme, por ne duhet me qenë profesionistë vërtet dhe duhet të menaxhojmë veten. Domthon ka qenë moment i cili nuk duhet më ndodhë më kurrë në jetë asnjëherë. Moment i cili unë nuk ja fali vetes asnjëherë. Edhe në moment i cili kum kërku falje publikisht i cili por që janë ndoshta 10 sekonda, 20 sekonda që apo djene kur njeri ka njerë del edhe prej vetës e qet prej vetës njerin. Kom dalë është e vërtet, ka qenë një video cila nuk, sepse tash njerëz kanë thonë që kanë shpërnda, njerëz të shpërndojnë, gazetarët të shpërndojnë, portalet të shpërndojnë, gjithë njerëz që e shohin e shpërndojnë, sepse ti e ke bo, domthon për mos me të shpërnda, për mos me fol për ty nuk është desh me bo, unë nuk jam marrë natë atyne që kanë shpërnda, unë jam kritik ndaj vetes sepse është desh me menaxhu më mirë veten, por çdo që tjetë ka kalu, kum kërku falje publikisht, prap kërkoj falje publikisht, se cila statu rrej që jo mua, po mos më duhet kërkoj hiç, sepse duhet vëdësojmë njëherë për gjithmonë ta kuptojmë se duhet me pasëm në menaxhim veten shumë më mirë.